historia ime ka qenë shumë e idhur kur kam qenë shumë e vogël. Brenda familjes të kesh të gjitha edhe të thonë jetime, trauma shumë të mëdhaja kur thosnin ja kjo jetimja, na i mbyllnin gojën, që mos kollitesin. Dhe sot e kësaj dite që më dridhen këmbët. Më keni telefonuar sepse jeni shokuar me atë që ju ka ndodhur në Shqipëri. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në një ishull të Greqisë, do të lidhemi me një 53 vjeçare, një emigrante shqiptare e cila është larguar që prej vitit 2000 nga Shqipëria, quhet Majlinda Keço. Përveç se është një fanse e të gjitha live-eve të mia, ditën e sotme ajo padyshim që do të japi një mesazh shumë të fortë për të gjithë njerëzit që kanë një problem për denoncuar që zëri i tyre të dëgjohet, por do t'rregoj dhe pjesë nga jeta e saj. Ajo erdhi në jetë në vitin 1972 dhe fatkeqësisht kur ishte vetëm 2 muajshe, nëna e saj u largua nga kjo jetë për shkak të një sëmundje të rëndë, kancerit në gjë që ajo kishte. Kështu që hap dritaren dhe ftoj më një herë Majlinda Keçon për ta dëgjuar edhe rrëfimin e saj. Majlinda, përshëndetje. Përshëndetje zemër, desha shumë që të flisnim bashkë. Shikoj gjithë ato episodet që i veti në televizor dhe të përshëndes shumë. Të falenderoj sinqerisht për të gjitha ato ankesat që bëjnë gjithë familjet shqiptare dhe nuk më besohet gjithë këto probleme që ka Shqipëria. Unë kam ikur 20 vite dhe tani që kam kohë të lirë i shikoj gjithmonë gjithë këto probleme që zgjidh. Unë sinqerisht të falenderoj, ti për herë më dërgon fjalë të bukura, komplimente në Facebook dhe ndaj sot vendosa që të merrsha në telefon dhe të flisja me ty. Ju jetoni në Greqi? Po, unë jetoj në Greqi, në një ishull të Greqisë, që mban 1 orë me Atinën, dhe kam 20 vite në Greqi. Në çfarë ishulli jeton? Idra. Në Idra të Greqisë, ke shumë vite, je bërë greke besoj. 20-23 vite që do me thënë që jetoj në Greqi. Fëmijët ishin shumë të vegjël. Kur erdhe në Greqi? Dhe janë rritur në Greqi. Unë më shumë të mora vetëm për atë dashurinë, respektin, mirëkuptimin që u jep njerëzve kur nuk kuptojnë nganjëherë, nga që janë të ankosur, nga që janë të stresuar, nga që janë të mbetur, pisën, si të them, nga jeta, nuk kuptojnë, duhet t'u sqarosh nga 2-3 herë dhe ke shumë durim të madh. Sinqerisht më pëlqen. Sinqerisht të falenderoj për gjitha fjalët e mira që po më thuaj sot dhe ndiem e lumtur kur shumë njerëz arrin ta kuptojnë qëllimin tim, atë dritare që un kam hapur dhe flas me këta njerëz gjithnjë për t'i ofruar atë ndihmën, por ndonjëherë edhe kur ajo ndihmë nuk ofrohet, sepse një gazetar nuk mund të bëjë gjithçka, por thjesht ai rrëfimi i çliron njerëzit. Kanë shumë problem të dalin aty të tregojnë historinë e tyre. E qartë, çdo njeri e ka të vështirë të flasi dhe t'rregojë historinë e vet, por rrëfimet i çlirojnë. Ti ke shumë vite që je larguar nga Shqipëria dhe ndoshta këtë realitetin në Shqipëri e ke harruar. Si të duket si një emigrante kur dëgjon histori të dhimbshme? Histori gra që dhunohen akoma? Unë një histori të dhimbshme kam që më ka dhembur sinqerisht, ishte një vajzë nga Korça që kërkonte fëmijët e saj që dhunonte bira, dhunonte buri, që ishte shumë e vogël, që nuk kuptonte ta bëj prirë të fëmijës, por kur nuk ndihesh mirë me veten tënde, nuk kupton veten tënde, atëherë nuk e bëj dot prirë të fëmijës. Duhet të shpëtosh veten tënde një në brendësi pasaj fëmijët. Marieta Diko, bëhet fjalë për Marieta Dikon. Po. E ke ndjekur atë episod? Për atë episod. E kthej gjithmonë, e shikoj.
Dëgjoj, historia ime ka qenë shumë e idhur kur kam qenë shumë e vogël. Mami më ka vdekur do me thënë kur unë kam qenë 2 muajse dhe jam rritur në jetimore në Vlorë dhe i kuptoj shumë mirë jetën do me thënë të njerëzve që sa të vojtur janë. E dashu Majlinda, i rritur në jetimore? Po, jam rritur në jetimore në Vlorë edhe më ka lënë mami 2 muajse. Unë isha fëmia e fundit kur mami ka vdekur që nuk ka asnjë lloj fotografie që ta shikoj mamin tim. Nuk e ke njohur kur fatkeqësisht, as nëpërmjet fotove. Po, vetëm as në foto. Në atë kohë kur kam lindur unë në 72-shin, nuk ka bërë foto mami me babin. Por babai u detyrua të lindë në jetimore si ti ke qenë e vogël, foshnje. Sa kohë qëndrove në jetimore? Kur u ktheve në familje? Unë u ktheva në familje kur isha 6 vjeçe, kur babi u martua, vendosi të martoheshem me të dytën. Po asaj s'mund t'i them njerë se ajo vërtet më lindi mami, ala ajo më rriti dhe quhet nëna ime. Unë i thos një gjithmonë mami. Të gjithë vëllezërit që kam të rritur se jemi 5 fëmijë dhe unë isha e fundit, i thosnin nane, kurse unë jam nga Pogradeci, nga qyteti Pogradecit, brenda nga Pogradeci. Njerëkës i ke thërritur nën? I kam thirrur, po, mami. Ajo do me thënë u bë sebeb që më mori mua se mua do më virësonin, një familje. Por më vjen mirë që e rritur me dashuri nga ajo, do me thënë të ka zvënsuar figurën e nënës që e humbe kur ishe e vogël. Po, më ka dashur ka nëmë si fëmijën e vetë. Me gjithë të mirat. Por fëmijë të tjerë, babai me njerëkën bën, ke motra dhe vëllezër? Jo. Historia e saj që ishte shumë e idhur, do me thënë ajo lindi vetëm një djalë, edhe ai e la për atë arsye se nuk linte fëmijë të tjerë, deshte shumë fëmijë. Dhe ajo kishte provuar, do me thënë dhimbjen e fëmijës, prandaj na afrojnë e të gjithë, të 5-ve, siç ishim. Mungesa e të qenit nën e ka bërë që atë dashurinë për fëmijët e ka hedhur tek ju. Tek ne. Tek mua, faktikisht, më shumë nga të gjithë. Si e vogla e shtëpisë që ke qenë? Te vogla e fëmijës. Me thënë jetimore në Vlorë u gjita unë. E dashu Majlinda, e kujton momenti kur ke dal nga jetimorja dhe i rikthyer në familjen tënde në Pogradec? Po, e kujtoj, më ka sjell një komplet të kuq. Edhe ajo, do me thënë ajo ngjyra e kuqe më afroi tek ajo. Direkt. Por besoj u përshtate me motrat, me vëllezrit, me familjen e re, sepse deri në moshën 6 vjeç nuk u përshtata ashtu siç duhet, është shumë e idhur, nuk u përshtata, nga që do me thënë të madhin e gjeta të martuar, se jemi 3 vëllezër dhe 2 motra, do me thënë 3 çuna edhe 2 vajza, 5 fëmijë. Po. Do me thënë vllai i madh e gjeta të martuar, motrën e gjeta të fejuar, 2 vëllezërit e tjerë, njëri ishte ushtar dhe tjetrin që kam në Tiranë, që jeton në Tiranë, kam mbaruar inxhinierin, ishte në Pogradec, punonte në Pogradec. Do me thënë i kam gjetur tërë të mëdhenj. Ti ke qenë e vogla fare, ti 6 vjeç ata ka qenë të gjithë rritur. Fare e vogla. E dashur, por nëna juaj nga se ka vdekur? Nga kanceri, në gjoks. Dhe nuk tregonte, do me thënë nga gjendra që kishte në gjoks, nuk tregonte, i vinte zor që të tregonte. Dhe që momenti që i bërën Gjilpera se u bë keq, Gjilpera i bëri reaksion. Nuk e dinin infermierët, doktorët në Pogradec që i bënte reaksion, edhe ajo mbaroi aty direkt, dere çuan në Korçë ajo nuk mori me do të frymë. Dhe mua më çuan direkt në jetimore. Në Korçë. E dashu Majlinda, më preke shumë që më the nënë nuk e kam njohur as nëpërmjet fotove, nuk as edhe një herë, dhe më prekin shumë historirat kur tregojnë për nënat e veta, më prekin shumë, se dhe jam bullizuar. Je bullizuar pse? Kur vinja në shkollë, edhe në momentet që iknim për marshime, që bënim
Se kam bërë gjysmën e komunizmit, gjysmën demokracia më ka zënë. Edhe kur vini në shkollë, kur thoshni mami më ka bërë këtë trik, ose mami kur bëni marshime, mami më ka bërë kështu, më ka dhënë kështu. Do me thënë ma bënin me atë ironinë e tyre, flisin me një ironi të jashtëzakonshme, çfarë të them. Le të themi që nga fëmijëria ke pasur këto traumat e vogla nga bashkëpunëtarët. Po, trauma shumë të mëdha kur thosnin ja kjo jetimja, që të kesh të jetos me baban, me vëllezërit, edhe me, nuk mund t'i them mirë këse është shumë gjë e keqe, të më falësh, nuk them mirë. Nën. Të kesh dhe mami, të jesh brenda familjes, të kesh të gjitha edhe të thonë jetime, është shumë e vështirë. E ke përjetuar. Nuk ka përzet. Të besoj. Në jetimore mbaj mend sa pjesë që na silles që shumë keq. Që në ato kohë. Që na arrin, na vinin një staf të madh tane. Dhe kush nuk flinte, na godisni. Ose kush ishte i sëmur, po. Na i mbyllnin gojën, që mos kolliteshin. Të mërshme, që në kohën e komunizmit, pra që në kohën e komunizmit janë kishë trajtuar. Mua më bën të keq veza. Edhe ajo që të mbaron të tuni shpejt, unë e thosja nuk e dua vezën, se e ndjenja që më vinte së malë. Diçka nuk shkonte. Ajo e mori vezën, ma futin mua në gojë si qishte, dhe më mbyti me vezën. Kur vjen turni tjetër, unë ziva e gjitha unë. Kur vjen turni tjetër, më këthena ajo me kuk poshtë, ban gira në kurit se doli veza direkt. Wow. Dhe u be e madhja. Pas ke patur një fëmijë të lidhur, por falë zotin... Në arrestonin, me radhë, në lani njërë në muaj. Dhe kur vinte kontrolli matë atere, në thosnin, shiko, se po të reguan, do të lem pa bukë. E të mërshme, e dhimshme, fati një jetimi që ke shtrajtohet edhe në institucion aty ku... Edhe në institucion, mos e di se në institucion në atë kohë, flasim kohë në monizmit. Flasim në kohë në monizmit. Në 72-shin, kur të ke lindur dhe jetove 6 vite. Mbaj mend... Dhe i 77? 77, 5 vjeç që i mbaj këto 3 episode që më kanë ndodhur. Dhe nuk... Që na iknin ushqimin në plera dhe na detyronin të janë ushqimet në plera. Të mërshme, momente që nuk i harron kurrë nga jeta jote. Atë them si ka mundësi që 5 vjet t'i kem fiksim akoma dhe sot e kësaj dite që më dridhen këmbët. Se janë trauma, zemër, trauma të fëmirisë që të kanë shoqëruar deri më sot, por jeta jote ndryshoi 100% kur babai të mori në shtëpi. Po, babai kur më mori në shtëpi. E dashur, kemi bërë një jetë, më mungonte thjesht mami. Thjesht mami më mungonte. Figura e mamit që nuk e dinjat si ishte. Se për lek nuk vuanim. E qartë, të mungonte era dhe dashuria e asaj që të solli një jetë. E mamit. Fatkeqësisht Zoti e mori pranë vetes. E dashur Majlinda, ti tek varri nënës ke shkuar besoj, as aty nuk ka foto? As aty nuk ka foto. Ke kërkuar në fis, nuk e gjetur as një foto të nënës? Po, kam kërkuar edhe kish vetëm një fotografi, thot babi, se babin e kam pasur komunist, në atë kohë. Të gjithë prindrit tanë? Nuk mund të themi gjinjestra. Të gjithë prindrit tanë? Ka qenë mirë me punë. Dhe thot babi, do më thënë vllai i mamit tënë, thot, kishte një fotografi që kishim dalë bashkë, e mori për ta zmadhuar, ta vënë në një kornizë, edhe kur ja kërkoi unë që ta dyfisonte, nuk ma dha mbrapa. Majlinda, por vëllezërit dhe motrat që janë më të rritur, besoj që e kanë fiksuar imazhin e nënës, e njohin. Po, dhe tek mua gjithmonë ajo më vret më shumë, që ndjen shumë keqardhje. Tek mua e ndjen. Pasi u rrite dhe le të themi u martove, vendose të largoheshe direkt nga Pogradeci në Greqi apo ke jetuar dhe në Pogradec? Shiko, unë
Jam martuar në 94 dhe kam ikur i bie në 2000. Në vitin Kur djali i mat ishte 6 vjet. 6 vite ke jetuar në Pogradec dhe pastaj emigrove. Mendon të rikthehesh në Shqipëri? Me të gjitha këto që dëgjoj, se kam 8 vite fiks që nuk kam erdhur në Shqipëri. 8 vite që nuk e ardhur? Në Shqipëri. Por pse kaq shumë vite? Më lëndon ajo vdekja e babit. O, kur e ke humbur babin, para sa kohësh? E kam humbur në vitin 2008. Dhe prej asaj periudhe? Për asaj periudhe unë vinja të shumë njërë në 3-4 vite, kurse tani kam që në 2017 që nuk e ardhur. Që nuk kam erdhur me. Por njerëka, ajo që të rriti nëna, jeton e vetëm? Ajo më vdiq, dhe ajo më vdiq, ajo vdiq në 2013. Ka qenë 11 prilli 2013 po më ka vdekur, dhe unë isa pak ardhur. Më vjen dhe nuk munda që t'i vinja pranë. Dhe më vjen ka keqi pas ke humbur të dy. Po. Dhe nuk ke një motiv të fortë që të rikthehesh në Pogradec. Nuk kam një motiv. Vëllezërit 2 janë në Durrës, motra është në Durrës, vetëm unë jam në Pogradec dhe njëri është në Tiranë. Do të thënë të 3 vëllezërit janë në Durrës, Tiranë dhe motra në Durrës. Unë jam në shtëpinë e babit tim, që më fali babi. E qartë, e kuptova. Si është jetesa jote në Greqi? Besoj ke shumë vite, ke mësuar gjuhën, je bërë greke tani. Kam marrë shumë për Shqipërinë dhe më vjen shumë inat kur thonë, do me thënë që në Greqi, Greqia nuk ndryshon shumë nga Shqipëria, vetëm gjuha. E qartë. Zakonet dhe traditat tona jo, në fakt se neve i mbajmë ato zakone traditat të njeriut që duhen. Po. Çfarë të bësh në Shqipëri? Me gjithë to që dëgjojmë, me gjithë to që bëjmë. Na duket shumë e vështirë. Me sa shikoj nuk e ndërmend të kthehesh në Shqipëri, të jetosh në Shqipëri. Jo, se fëmijët i voglit blevin në Athinë në shtëpi. Janë sistemuar aty. Janë sistemuar. Kam 2 çuna, njëri është 30 dhe tjetri është 25. O, me jeti kesh. Je bërë gjyshe apo akoma? Janë ende të pamartuar fëmijët? Fëmijët janë akoma beqar, nuk janë të martuar, nuk duan, i kanë vajzat e tyre greke, po nuk duan të martohen. Duan të ecin përpara, le të vazhdojmë kështu të bashkëjetojmë. Po, ecëm, po ashtuja. Kjo rinia e sot me vendos vetë, kështu që bën mirë që i ke lënë të lirë të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, por uroj që të të bëjnë gjyshe sa më shpejt. Atë dua dhe unë. Ti je e lumtur. Ju flasim, por në anën e dashurisë, në anën e jetës që dua të krijojnë, nuk uju në mes. Është normale kjo. Por merresh me punë aty besoj, punon. Merrem me punë, jam në një hotel, punoj recepcioniste. O, sa mirë, dhe Greqia e ka çik të gjatë sezonin e verës, besoj aty ende ka pushues. Po, deri në fund të nëntorit ka shumë turistë që vinë nga Gjermania, nga Anglia, po më shumë janë amerikanë, që kanë vlerë dhe shtëpi këtu. Që jetojnë. Se është një isul që të jep një qetësi shumë të madhe. Duan qetësi. Se duan qetësi në amerikanët. E da shumë Linda, unë të uroj shumë fat në jetë, uroj nëna më e lumtur me 2 fëmijët e tu, të falenderoj nga zemra që më more dhe më shkruajte për të dhënë edhe një forcë dhe një kurajo të gjitha grave që kanë probleme. Fatmirësisht ti nuk ke asnjë lloj problemi, je një nënë e lumtur dhe ashtu qofsh gjithë jetën. Shumë e lumtur, asnjë lloj problemi, as me burin, as me fëmijët. Buri më do shumë. O, sa më fëmijët shikojnë, më duan jashtëma se me gjithë historinë që kam dëgjuar nga vëllezërit dhe nga motra, dhe më duan shumë. Deri tani në këtë kohë nuk më ka sjellë asnjë problem, sa shumë e vështirë të rritësh fëmijën në këtë kohë.
Të mos flasim që i kemi fëmijët, se fëmijët neve na i njohin jashtë, se brenda sillen mirë. Ke të drejt. Edhe kështu që deri tani jam e lumtur, o Zoti i Madh, me gjithë to peripicira që kam kaluar e vogël, të mos i kaloj tani në këtë kohë. Thuhet të paktën që njeriu gjatë jetës së tij një 10 vjeçar e ka të keqe. Ti ato 10 vjeçare ke kaluar që 10 vjeçarin e parë të jetës tënde, kështu që tani e ke rrugën dritë, besoj. Flasim se gjithmonë vaj nuk vete kur, me problemet vogla me këto do t'i kalojnë të gjithë, po jo t'jen problemet të rënda, si çdo gjë aty për cunat. Flasim për djem që janë të acaruar, për djem që kalojnë E vërtet. Në probleme madhore dhe pastaj nuk dinë në ndonjë situatë. Puna e drogës, e pijes, e të gjithave. Deri tani o Zoti i Madh. Më vjen mirë dhe të uroj të jesh e lumtur. Mirë, të përshëndes nga Tirana, Majlinda, të puth fort. Dhe me kurajo dhe durim të madh që ke. O Zoti i Madh, të durim që ke. O Zot, të falë të Zoti ty, fëmijët dhe burrit. Falenderoj. O Zot. Faleminderit. Mirupafshim zemër. Mirupafshim. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për të sjellë një tjetër problematik në këto momente. Do të shkojmë në Greqi, do të hap dritaren për çiftin Krasnishi. Clarisa dhe Saimi Krasnishi prej vitit 2019 jetojnë në Greqi, pra 7 vite që janë larguar nga Shqipëria, dhe vetëm përpara disa ditëve ju kanë bëritur në familjen e tyre në Prenjas një letër nga një bankë. Të shokuar, ku nuk din asgjë, banka ju kërkon parat e kredis. Ndërkohë që çifti tregon që nuk ka marrë asnjë kredi në atë bankë që emrin, mbase nuk dua ta përmend ditën e sotme, do të vendosi vetë çifti nëse do ta deklarojë emrin e bankës apo jo. Por se çfarë ka ndodhur dhe si ju ka ardhur kjo letër, unë hap dritaren dhe ftoj Clarisën dhe Saimirin për ta dëgjuar këtë denoncim, është shumë e rëndë. Saimir dhe Clarisa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jetoni në Greqi, përshëndetje zemër, që nga dhe vajza. Përshëndetje. Më keni telefonuar sepse jeni shokuar me atë që ju ka ndodhur në Shqipëri. Po. Por çfarë ju ka ndodhur? Mund të marrë vesh ti Saimir. Ata kanë marrë një kredit anit në emrin të Clarisës dhe nusës time. Clarisa ka drika riqi, kanë marrë një kredi. Po nuk e di masa është shuma që kanë marrë. Edhe kanë dhënë një numër telefoni. Ne folëm me atë personin që ka numrin e telefonit, ky më deri nga Prishtina, nga Bangladesi. Tani ndalemi pak ma sqaro. Nga cili vend të Shqipërisë jeni? Ne jemi nga Prenjas, nga Katili. Nga Prenjas. Librazh. Nga Librazh. Kredia në cilën bankë është marrë? Në Jute Credit. Në Prenjas. Nuk e di, nuk ka, po nuk na japën informacion. Kontaktova me bankën, domethënë po nuk na jep asnjë informacion. Na mori një gozë nga banka, me fakti shembull që duhet të vitin në banka në Tiranë, me kjo banka që të bëjmë një proces, nuk e di çfarë më do bëhet. Po tani ju shokuat kur erdhi kjo telefonat, ju s'dini asgjë për këtë kredi? Jo, nuk dini. Bilemi me këtë zonjë që fola unë në këtë dokumenti që kemi dërguar ai numri lart është një person i tjetër deri nga Prishtina i Bangladesi. Po ç'ne banka ju? Ç'ne ju merr banka ju kur personi që ka marrë kredi ka lënë numër telefoni, adresë, ka lënë të gjitha? Po, fola dhe me zonjën, fola dhe me të shoqin. Ajo kishte 3 muaj që shkruanin mesazhe. Që ne jemi kreditor. U dy të vinin mesazhe tash ti përse nuk vajte të bëjë një denoncim. Ku ti vini këto mesazhe? Mesazhi vjen aty numri, që është një numër lart në dokument, kemi dërguar. Clarisa ka drejtërisht një adresë, ajo adresa nuk është kjo. Numri është një person tjetër, a kupton? Është dhe një numër telefoni që supozohet të jetë numri im, domethënë, po nuk është i. Pra kredia është marrë në emrin tënd, Clarisa, por të dhënat, numri, adresa... Të dhënat nuk janë të mia. I përkasin një person tjetër. Adresa dhe numri telefoni, domethënë nuk janë mia. Po mirë, kur ju mori ajo e bankës, nuk i thatë që të dhënat... I thamë, po nuk na jep informacion. Nuk mund të flasim në anë telefonit, a kupton, viun, a për përqime, a për çfarë bën ata, duhet vetëm të vini këtu të paraqiteni në bankën në Tiranë. Ne nuk mund të thonë për momentin tim. Ne për momentin nuk mund të vimë edhe ata 26 me zotin do vinë për Shqipëri.
Por kredia, çfarë viti ishte marrë? Se di fare, se di, me zdi asgjë se ne titra në ka tani para 2 ditësh. E po në Shqipëri qa nuk ndodh? Po, edhe nga që ke bërë shumë gjara që ke zgjidhur, edhe thamë të merrem me inshallah pisha. Nga misioni juaj, ja kupton. E qartë, sepse ju keni, më thatë, unë pyeta që në fillim, sa kohë keni në Greqi dhe ju më thatë kemi që prej vitit 2019 që jetoni në Greqi dhe keni plot vite, sa i bie, 6 vite që jetoni aty. Dhe nëse kjo kredi... Pastaj, më falni, kur kësaj zonjës që shkonin këto mesazhe për debitor, për të kthyer dhe lekët, që është ai numri, ku kishte 3 muaj, neve kemi hapur 1 vit që kemi vajtë në Shqipëri. Ishëm në korikë. Ne kemi qenë në Greqi kur marrë kredia dhe nuk e dim sa, si, te cila banko marrë. Edhe unë duam shëllë në momentin që ti ke dhona të kredi, ke kamera, ke çdo gjë, në qoftë se jam unë personi për asnjë të tjetër. Unë dua zgjidhjen, se sot mori te mua për shembull nesër do marrë të tjetër. E qartë, kuptoj shqetësimin tuaj, sepse në radhë të parë, ajo gjë vërtetohet shumë lehtësisht nga firma. Një kredi ku merret ka një kontratë ku në fund firmos kredimarsi dhe ajo vërtetohet nga firma që nuk ka qenë firma juaj. Por mund të ketë ndonjë ngatërres, por prap emër, atësi mbi emër të sakta të juas, çka ngatërresë mund të jetë. Por të lutem, dua të pyes Sajmir dhe të më thuash, numri që gjetet aty lart e morën në telefon, ishte zonjë apo zotri? Zonjë ishte. Zonjë. Po ajo zonja çfarë tha? Jo nuk jam unë filloj të gënjente, të bonde, nuk e di mua duke si mashtrim, nuk e di. Po në këtë bankë që të marrësh kredi pa konfirmimin e numrit, të marrin telefon, ta qajte me lekët, nuk mund të shkosh ti marrësh. Ajo ka folur me ato para, nuk e di si janë. Dyshoj me pasja, nuk mund t'i vej faj, ja kupton. Se me këto do merren shteti, do merren ju. Por ajo zonjë që kishte 3 muaj që i vinte çdo muaj mesazh nga banka, nuk ishte interesuar. Juve sa ju erdhi letra u vut në merak. Jo, nuk interesuar. Unë i thash në momentin ti, kur ishe ka që pas, të vinin të mesazhe, përse nuk vajte të bëjnë një denancim? Dhe çfarë të tha? Nuk ja vura vesh në banka që mund të ja vura vesh, nuk e di, mashtrim, nuk e di, nuk e mund të besoj. Dhe nga ishte kjo zonjë? Kjo është nga Bishenja, si Hipokratesi. Fola dhe me burrin e saj. Po. Se më mori ai më tha nuk e kërcënuar, unë nuk po e kërcënoj thash. A është sikur të ishte numri im, thash të njëjtin gjë do bëni dhe ju do më merrni telefon, thjesht për një sqarim. Unë nuk merrem me ju se kam dy fëmijë, ka familje, ka shtet për atë punë, sikur kush ka fajin e tij në ndjekje penalitetit. Qartë. Nëse jam fajtur të vazhdoj shtetin, nëse ai të vazhdoj. Pastaj nëse në këtë bankë, ka kamera, nëse u ka vajtur në bankë, ka kamera, ato gabon shumë, po unë nuk funksionoj fare. I gjen ata të drejtën që kursi ka bërë këto mashtrime. I dashur Sajmir dhe Clarisa, e kuptoj shqetësimin tuaj dhe është një shqetësim vërtet i madh, që të jesh në Greqi prej 7 viteve dhe të vi një letër se ke marrë kredi ku ju s'keni lidhje me këto kredi, është e frikshme realisht. Por ajo që unë po arrit të kuptoj është që meqense gjithnjë bazohem nga ato që po më tregoni te ky live. Meqense kjo grua ka treguar që kam 3 muaj që më vin mesazhe në celular, do thotë kjo kredi është çelur përpara 3 muajve, sepse në momentin që çelet një kredi, nga ai moment banka çdo muaj në datën e caktuar që duhet paguash kostin e radhës të kujton me një mesazh. Se të gjithë e dim të informacion, që do thotë kjo kredi është çelur përpara 3 muajve dhe logjikisht ti nëpërmjet sistemit Teams e verifikon plotësisht 200% që ti ke qenë në Greqi dhe nuk ke qenë në Shqipëri. Po pra, çdo gjë do të marrim me sistemin Teams, me kamerat ku do kjo kush ka ka marrë ato para, nëse ka kamera mua jam edhe që do të them 20 ditë ma vjen gënjeli, më të pak do ta them suran. Nëse nuk pasë të stonga si do. Pastaj kjo zonja nuk e di me numri. Ajo që po t'ishte e pasur, po të shkonde, po të bënë së mi thash, në qoftë se ju do keni dorë, do fut brenda, do merë shteti me ju. Sajmir dhe Clarisa, mua do më dërgoni numrin e asaj zonje nga Pogradeci. Do më dërgoni... Është në dokumenti që të kemi quar e numri ratë në telefonit, nga sajet. Numri saj, dakord, e kam numrin atere. Do më dërgoni dhe numrin e bankës që ju ka marrë.
punojësja e bankës që ju ka marrë në telefon, që unë të lidhem dhe të më shpjegojnë edhe mua situatën si një gazetare që jam që po marrë të denoncim dhe kjo histori të bëhet publike se është të vëshduar në kokë të ndodhi kjo gjë, të marrim një shpjegim se ndoshta mund të ketë ndodhur në një keq kuptim. Clarisa dhe Sajmir, tani kjo letra që ju ka ardhur, mua nuk më duket fort serioze. Nuk ka një kokë në krye, një numër protokolli, nuk ka logon e bankës, është një vulë aty në fund, nuk ka një emër të një departamenti drejtorie dhe nuk më duket një letër fort serioze. Tani edhe numri që ju më dhatë, që ju ka marrë banka, unë e verifikova atë numër i përket një kompanie tjetër. Mos është dhe një lojë e gjitha kjo? Se një parë, nuk e di, po si mund të letën në parë, letën ajo letën në parë. Po si u erdhi letra, në çfarë forme, me post? Në post, në prenjës. Në parë në post në prenjës. Në shtëpi tuaj? Edhe vjen më njerëz të motra, të posta në prenjës, posta shqiptare. Por nuk mundi do të motra, se unë besoj që kjo banke ka një deg aty, nuk mundi do të shkonte dhe të fliste, të pyeste? Nuk ka si kjo bankë në prenjës, vetëm në borsë është, Elbasan dhe Libras nuk ka, nga kjo lutë pak si jute. Duke ditur që unë letrën e kam këtu për para dhe ta lexoj. E nderuar zonja Clarisa Kariçi, anë të këtij njoftimi dëshirojmë të kujtojmë për detyrimin tuaj të paguar me shumën prej 20.900 në datën të kësaj letre njoftuese detyrimi i rrjedhur marrëveshjen e kredisë numër. Kjo letër i kujtes me pagesë ju dërgohet pasi kemi bërë disa njoftime të pasuksesshme nëpërmjet telefonatave dhe SMS-ve. Ju lutem, vini re se deri në shkryerjen e detyrimeve të papaguara ne kemi të drejtë t'ju ngarkojmë me kamat vonesë ditor, e cila llogaritet mbi këstin për çdo ditë vonese dhe sqaron detajet. Ndërkohë, ju faleminderit për mirëkuptimin, Departamenti i Riskut, ju të Kredisë Albania ka vulën dhe data që është dërguar 25/9/2025, pra ju ka ardhur në shtator. Adresa rruga Shebeniku, mos gaboj Libra. Ajo s'ka lidhje, nuk ka nesër janë dhe Shebeniku është pali Libras. E qartë, ndërkohë numri që është vendosur këtu poshtë është një numër që nuk i përket ju, po ju përket një zonjë. Por me thënë të drejtën, po e lexoj me vëmendje, është numri i kredisë këtu. Detyrimi i rrjedhur nga marrëveshja e kredisë me numër, pra është numri i kredisë. Të dhënat për Clarisën nuk ka. Një numër pasaporte, letër njoftimi të Clarisës që të bëhet ky verifikim. Nuk e pasaportë. Por ajo që mua vazhdon të më habisi është që ai numër kontakti që juve ju ka marrë nga banka figuron një numër tjetër, gjithsesi unë ju premtoj, Clarisa dhe Sajmir që do ta verifikoj. Do bëj të pamundur që të lidhem ditën e sotme dhe me atë numër që ndodhet aty lart tek letra, që i përket një tjetër zonje nga Pogradeci, do ta marr për ta pyetur dhe atë dhe do lidhem së bashku me bankën që të bëj një verifikim dhe do mbetem në kontakt me ju. Dakord? Në rregull. Okej, presim kontaktin. E në fakt është të vësh duart në kokë, e gjithë kjo histori do me thënë që ka ndodhur pikërisht me këtë çift të cilët tregojnë që ju ka ardhur kjo letër, kanë telefonuar atë numër që ka qenë tek letra, ka dalë një tjetër familje, ata thonë ne s'kemi marrë kredi, ndërkohë banka i thotë çiftit hajde në Shqipëri, paguaj këstin se do hy kamata. Çifti thotë ne nuk vim dot në Shqipëri, ne s'kemi marrë kredi dhe nuk dihet realisht se çfarë ka ndodhur. Unë në këtë momente do telefonoj bankën, sepse çdo lloj banke ka një numër në dispozicion për qytetarin, shërbimi ndaj klientit ku i jep përgjigje. Jam e sigurt që banka nuk do të më japi të dhënat që unë do ta pyes kur është marrë kredia, si është marrë, por dua ta telefonoj dhe t'i tregoj të vërtetën që jam Odeta, gazetarja që po i marr në këtë momente për denoncimin që është bërë nga çifti Krasniqi, pra Clarisa dhe Sajmiri. Kështu që do mundohem të telefonoj në këto momente. Në fund asaj letre ka një numër, do i bje në këto momente dhe të flas për të kuptuar edhe situatën. Ndoshta mund të jetë. Mirë të vini në Jute Kredit. Ju njoftojmë se për shkak të përmirësimit të shërbimit, kjo telefonat do të regjistrohet. Mos harroni të shkarkoni aplikacionin My Jute, ku do të gjeni çdo gjë rreth kredisë tuaj. Ajo, përshëndetje, Ersi nga Jute, si mund të ndihmojmë? Përshëndetje, si jeni? Po,
Po, më thuaj. Atëherë dua të bëj një verifikim për një kredi të Clarisa Kadri Krasniqit aty në bankën tuaj. Në çfarë date është çelur kjo kredi? Ju kush jeni? Unë jam një person që ajo ka bërë një denoncim, jam një gazetare, quhem Odeta, e cila tregon që është hapur një kredi në emrin tim dhe më ka ardhur një njoftim dhe unë se kam iden. Dua të pyes, kur është çelur kjo kredi? A mund ta kemi këtë informacion çfarë date është çelur? Atëherë mund bëni një kërkesë në email, ju lutem, një kërkesë në email zyrtar që edhe ne t'ju informojmë sepse e kemi të pamundur të informojmë nëpërmjet telefonit për një kliente. Po nëse telefonon vetë klientja. Nëse vetë klientja ju telefonon, ju mund t'ja jepni këtë përgjigje? Patjetër që po. Sepse gjithë problemi është që Clarisa ka prej vitit 2019 që ka ikur në Greqi. Dhe nuk jeton në Shqipëri. Dhe nga informacione që ajo ka zbuluar dhe letra që ju i keni dërguar nga banka, kur them ju e kam fjalën për departamentin që ka nisur. Po. Poshtë është një numër që nuk ka lidhje me Clarisën, po i përket një qytetari tjetër nga Pogradeci. Dhe ajo qytetarja ka treguar që kam 3 muaj që më vinë mesazhe dhe mua, thot, por unë nuk kam kredi. Ndërkohë mund të jetë një gabim njerëzor, por që ata janë të shqetësuar dhe ata nuk vinë dot në Shqipëri për ta verifikuar këtë gjë. Ndërkohë që banka vazhdon dhe i thotë që ke kamat, po të shkojnë gjëja në kamat. Kështu që duhet të vini. Dhe ata më telefonuan mua si gazetare, unë jam Odeta Dume, dhe kërkojnë ndihmë dhe unë u premtova që do marr bankën për të folur. Por gjithsesi, ju jeni shërbimi ndaj klientit dhe s'mund të më përgjigjeni në telefon. Unë mund të vi një ditë në degët tuaja për të folur nga afër. Patjetër, edhe në degë mund të paraqiteni, por siç thash mund bësh thjesht një kërkesë me email. Dhe ne dërgojmë tek departamenti përkatës të bëjnë verifikimet edhe të marrim të në një përgjigje dhe ju njoftojmë më pas. Dakord, atëherë unë po e dërgoj dhe një email, por gjithsesi po njoftoj dhe Clarisën që edhe ajo në këtë numër mund t'ju telefonoj për të vërtetuar se kur është çelur kjo kredi, sepse nga sistemi tim sigurisht ajo e vërteton gjën që nuk ka qenë në Shqipëri dhe bie poshtë e gjitha kjo gjë. Por uroj të jetë i gabim njerëzor nga ana e bankës. Patjetër që po, në rregull atëherë. Atëherë ju mbetemi në kontakt sërish. Ju falenderoj dhe mbetemi në kontakt. Ju falenderoj, te kaloni mirë. Mirupafshim. Faleminderit. E dija që nuk do të merrja një përgjigje që në këto momente nga banka për këtë problematikë që ngriti çifti, por e lam për një takim të radhës që unë mund të shkoj në një nga degët e kësaj banke apo për të dërguar edhe një email. Ndërkohë për këtë telefonat që realizova, në linjë është akoma çifti, është Clarisa dhe Sajmiri, të cilët dua edhe një herë t'i përshëndes për të treguar këtë lloj telefonate. Clarisa dhe Sajmir, unë sapo telefonova bankën, mora shërbimin ndaj klientit, po ta shikoni aty te fleta është një numër Tirane, prefiks Tirane në fund, që është shërbimi ndaj klientit, është në fund fare të letrës. Unë e telefonova, në fakt ju tregova të vërtetën që jam një gazetare, ju tregova shqetësimin tuaj, ata nuk më dhanë të dhënë, se më thanë që e kemi të pamundur që t'japim të dhëna nga telefoni, por mund të më dërgosh një email, tha që ne ta verifikojmë. Por atë numër aty mund t'i bini dhe ju. Të prisni sa t'ju përgjigjet një klient, sepse ti e Clarisa vetë vajza që ka emrin atë letër dhe ke marrë kredin dhe ata të kërkojnë edhe një numër identiteti të kartës që ti mund t'ja japësh dhe ti pyesësh që çfarë date është çelur kjo kredi. Të më jepni një të dhënë se unë nuk kam marrë kredi. Atë gjë mund ta marrësh që sot bankës që ta tregoj shërbimin e klientit kur është çelur kjo kredi. Por gjithsesi ju mora për t'ju njoftuar që u lidha me bankën dhe uroj të jetë një gabim njerëzor, tjetë një gabim njerëzor nga ana e bankës dhe këto gjëra të ndriqen sa më shpejt, por ju premtoj që do të çoj emailin te banka, mund të paraqitet te dega e bankës, të jem në kontakt të vazhdueshëm me ju që të zbulojmë këtë të vërtetë çfarë ka ndodhur. Ju bëra dhe një email për nuk ti e përgjigje nga telefoni, se në kontaktoj dijen dhe duke të gjatës në përgjigje. Ju kam kontaktuar dhe në email edhe nuk mund të në japin të më një përgjigje nga me të vini nga me bankës. Sepse nuk ekziston sot ky email ose ky numër telefoni i regjistruar të bankës. Do të thonë emaili që kam vetë personalisht. E qartë dhe nuk ti e përgjigje. Mirë, atëherë do ta lëm që unë do gjej mundësinë për të gjetur mënyrën për të folur me bankën, për të shkuar në një nga degët, për ta verifikuar, por vazhdoj të theksoj, uroj të jetë një gabim njerëzor. Ashtu shpresoj mbane. Me radhë, se ke të bësh me bankën, ke të bësh me një rob që do të zgjidhësh me djalla apo diçka. E dashur Clarisa, Ke të bësh me bankën. ti je sigurt që nuk e firmosur në bank, kur? Po, Ska. në Korri kam marrë për 5 Korri të një muaj, e 5 dus jam kërë pra te, po nuk kam bajt para asë një lloj banke të thënë.
Se ky është një skandal. Pastaj në qoftë në momentin që ne kemi firmosur, në që të shkojmë në këtë bankë, ka kamera, kur o marrë kjo kredi, në qoftë se kemi vajtë ne ke kamera në tregojnë, një po personi ka edhe firme, në ato dhe edhe në fundi mua për në gjendje për mashtrim. Clarisa dhe Sajmir, nëse ju nuk keni marrë kredi dhe banka ju ka ngarkuar një kredi, ju keni të drejtë hiti në gjyqë, se është skandal kjo. Po, normale, unë dilemi se të dhe ditë unë do të kërkoj të shpërblim. Unë të jetë dhe në gjyqë, se unë do kërkoj të drejtën time, do ata di kush i ka marrë. Dhe kush e ka bërë të gjithë këtë histori e Po, qartë? për shembull, në çfarë mënyre? Mirë, do ta lëm që të mbetemi në kontakt, sepse jemi lidhur disa herë ditën e sotme, por gjithnjë për të bërë verifikimet, do më jepni dhe mua kohën e dur, do bëj verifikimet dhe do t'ju telefonoj sërish. Të jemi në linjë, në pritje, po pres. Okej, do jemi në kontakt. Okej, ju do qëndroni në linjë. Mirupafshim. Mirë të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që çifti Krasniqi nga Prenjasi të marrë zgjidhje. Uroj që të jetë një gabim, e kam thënë disa herë dhe vazhdoj ta them. Uroj që të jetë një gabim nga ana e bankës, një gabim njerëzor, sepse do ishte një skandal, jo se nuk ndodh në Shqipëri, kemi dëgjuar plot në për këto lloj bankash që kanë dalë kredi në emër të personave të cilët nuk kishin marrë asnjë në jetën e tyre kredi. Por uroj të jetë gabim njerëzor dhe çifti ta zgjidhë sa më shpejt këtë problem, por unë do vazhdoj të qëndroj me ata në kontakt për të mësuar të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Por nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam me këtë histori, jam me këto denoncime. Faleminderit miq që më ndiqni, më mbështesni. Takohemi nesër. Mirupafshim.